Ish-ministri i Eurointegrimeve nga radhat e LSDM-s Bojan Mariqić bëhet kryetari Komisionit Qytetëror Zgjedhor. Me 83 vota për, kuvendi zgjodhi anëtarët e përbërjes së re të KSZ-s. Nën kryetar u rizgjodha Abdush Demiri, që njëkohësisht është edhe përfaqësuesi i koalicionit Vlen, kurse për anëtar u zgjodh kryetari deritanishëm Boris Kondarko, që është përfaqësuesi i LSDM-s. Ndërkaq VMRO sërish do të ketë 3 anëtarë dhe atë ish-kryetarin e KSZ-s Aleksandar Dashevskin, si dhe Angel Xoristov dhe Svetlana Karapetrova. Ndërsa Ditmire Shehu do të vazhdojë të përfaqësojë BDI-n në KSZ. Kryetari i ri i KSZ-s Bojan Mariqić, përveç ministri i Eurointegrimeve, ka qenë edhe ministri i drejtësisë. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka gjithsej 7 anëtar, gjithsesi kryetar, nën-kryetar dhe 5 anëtar të tjerë. Për këto funksione ishin paraqitur 16 kandidat, shumica jurist, por edhe një inxhinier elektroteknik dhe një defektolog. Kryetari i KSZ-s sipas ligjit zgjidhet nga radhat e partisë më të madhe opozitare.